Mirë se vini në edicionin tonë qendror të lajmeve. Subjekteve politike u kanë mbetur edhe 2 ditë afat për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, cilët do të garojnë në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen më 7 qershor. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë se afati 11 ditor për subjektet politike do të përfundojë të martën në mesnatë. Më 12 maj në orën 24 përmbyllet afati 11 ditor për subjektet politike për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputet, për të cilët do thotë kërkojnë certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Dorëzimi i listës me emrat e kandidatëve për deputet duhet të bëhet përmes platformës elektronike të KQZ-s dhe procedura është e ngjashme me zgjedhjet e fundit të cilat u mbajtën në dhjetor të vitit të kaluar. Sipas Elezit, numri i përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, 1 nismë qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. KQZ është duke i përmbyllur gradualisht afatet zgjedhore të cilat ndërlidhen me subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, pas përfundimit të periudhës për njoftimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe formimin e koalicioneve nga partitë politike, si dhe aplikimin për certifikim nga subjektet e reja politike, tani jemi në fazën e shqyrtimit të aplikimit të subjekteve të reja politike dhe dorëzimit të listave të kandidatëve për deputet. Pas përmbylljes së këtyre çështjeve, KQZ gjatë kësaj jave do të organizojë tërheqjen e shortit për renditje subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve të 7 qershorit. Ndërkohë në zgjedhjet e fundit parlamentare, ato të 28 dhjetorit, Komisioni Qendror Zgjedhor certifikoi 1180 kandidatë për deputet, që përfaqësonin 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 nisma qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Fatmir Limaj përfundimisht nuk do të jetë pjesë e listës Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit, tha kryetari i kësaj partie Bedri Hamza në një konferencë për media pas mbledhjes së kryesisë. E presim dhe mirë presim kontributin që do t'japë Fatmir Limaj dhe nisma social-demokrate, por kësaj radhe nuk do t'jetë pjesë e listës së PDK-s, ka shtuar Hamza. Akuzat e Osmanit ndaj Kurtit janë paralajmërim për një betejë të ashpër politike, ditëve në vijim, thonë analistët duke komentuar deklaratën e Osmanit një ditë më parë se Kurti është shkaktari i krizës. Ndonë se fushata për votimit e 7 qershorit ende nuk ka nisur zyrtarisht. Tashmë subjektet politike kanë intensifikuar fushatën e tyre, siç janë afrimi i figurave të reja në partitë e tyre, takimet me qytetar, por edhe tubimet partijake. I fundit ishte tubimi i Lidhjes Demokratike, që u quajt si tubim i bashkimit. Në këtë tubim, ish presidenti Osmani u lëshua në akuza kundër ish partnerit të saj Albin Kurti, duke cilësuar si shkaktarin kryesor të krizave politike në Kosovë. Lidhja Demokratike dhe Osmani fushatën e vazhduan edhe gjatë ditës në rrjetet sociale, duke thënë se bashkëpunimi me Osmanin nuk është vetëm një bashkim politik. Yjet politike na kanë sjellë sërish në një vend, në të njëjtin vend që ndihemi të dy mirë. Le ta krijojmë këtë momentum në një lidhje që qëndron në kohë si një periudhë tek e cila kthehemi shumë vite më pas, si kujtesë e mbarë dhe e mirë për familjen tonë politike. Prandaj sonte le ta kuptojmë se ky nuk është vetëm bashkim politik, ky është kthim në shtëpi. Osmani në fjalën e saj, ndër të tjerash, duke përmendur të arriturat e saj në arenën ndërkombëtare dhe punën e saj për thellim të marrëdhënieve me SHBA-t, pati akuza se Kurti ka pasur përpjekje që kampit ushtarak amerikan në Kosovë bën still t'i kërkohet edhe qira mujore. Deklaratë kjo, e cila sipas ish ambasadorit Avni Arifi, është një përpjekje e Osmanit që të ketë përballje direkte me kryeministrin në detyrë Kurti. Shihet qartë se Vjosa po don me përball Albinin me këtë qeverishin dhe domet e mëdha që ja ka bo Kosovës. Një prej tyne përmendi edhe idenë e çmendur të tij që t'i kërkoj qira për të bën still Shtetet Bashkuara të Amerikës, përderisa ushtarët amerikan edhe në këtë moment kur po jap këtë intervistë, ushtarët amerikan janë të ruë kufimin e Kosovës krejt gratis.
Refuzimi i Kurtit për ta kandiduar Osmanin edhe për një mandat tjetër çoi në një përplasje mes binomit Osmani-Kurti, të cilët në vitin 2021 fituan mbi 50% të ulëseve në kuvend. Përplasje e cila sipas ish ambasadorit Arifi është vetëm në nisje të saj, por që siç thot do të shërbej për një gjë. Ata kanë filluar me ja kthy sharje dhe presin të ardhmen të ballafaqohen të dy palë me i kallëzu popullit Kosovës sa keq që kemi bërë Kosovës, sa kemi qenë së bashku. Kosova përfundoi në zgjedhje të jashtëzakonshme si pasojë e moszgjedhjes së presidentit. Ndërkohë, rikthimi i Osmanit në një listë zgjedhore me LDK-n u pasi një zhvillim i madh për këtë parti, suksesi i të cilit sipas analistëve varet nga votuesit e LDK-s. Ndërkohë, analisti politik Bekim Selishta ngrej dilemat e tij lidhur me këtë bashkëpunim. Ai akuzat e Osmanit kundrejt Kurtit, i cilëson si të vëmshme. Ne në Kosovë nuk jemi në pozicione të mira sepse zgjedhje kemi shumë të shpeshta. Një vit sa ka qenë gjërsi politik për me zgjedh kryetar në kuvendit, unë nuk di që ka marrë iniciativa me pajtu palë edhe me zgjidh problemin e kuvendit edhe të presidentës. Realisht e kishë marrë edhe pozicionin e vet, edhe të kuvendin e kishë zgjedhën dhe nuk ishim shku zgjedhje prap, edhe kush po dëmton veç qytetarët e këtij vendi. Kosova gjendet në një krizë politike që ka shkaktuar cikël zgjedhjesh, që nga shkurti i vitit të kaluar. Ndërkohë, më 7 qershor do të mbajë zgjedhjet e treta parlamentare pa garancë se do të dalë nga ngërçi në të cilin është futur. Ekspertja e forenzikës gjusore Helen Fraser, e cila dëshmoi sot në dhomat e specializuara të Kosovës në rastin kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, deklaroi se për transkriptimin e audiove përdori inteligjencën artificiale. Ekspertja australiane, e cila është dëshmitare e mbrojtjes në gjykatore, tha se në mungesë të një transkriptuesi në gjuhën shqipe, pasi që ajo vetë nuk e njeh këtë gjuhë, përdori inteligjencën artificiale. Avokatja e Hashim Thaçit, Sophie Menagon, kërkoi të di se si kishte vlerësuar audiot pasi ekspertja nuk e di gjuhën shqipe dhe dëshmitarja tha se në mungesë të një transkriptuesi që flet shqip, përdori transkriptuesin e inteligjencës artificiale. Gjuhën nuk e kuptoj. Normalisht, nëse do të dëgjoj një audio të padeshifrueshme në anglisht, fillimisht u mund ta dëgjoj vetë. Pa pasur informacion kontekstual, për të krijuar një ide se sa e padeshifrueshme është audio. Është e qartë, e paqartë apo padeshifrueshme. Kemi një grup transkriptuesish që janë stërvitur, janë testuar, të cilët janë të besueshëm, janë dëgjues shumë të aftë për videot e padëgjueshme apo padeshifrueshme. Ua jap atyre audion pa u dhënë informacion kontekstual. E pyetur nga avokatja e Thaçit nëse do t'i ndihmonte prania e një transkriptuesi të gjuhës shqipe, ekspertja e lingvistikës forenzike Helen Fraser u përgjigj se do t'i duheshin të paktën 2 të tillë, por jo thjesht për transkriptim burokratik. Përgjigje të paktën 2 do kisha dashur të kisha. Të paktën 2 persona që e flasin gjuhën, jo thjesht të trajnuar për përkthime dhe për transkriptime, këtë duhet ta bëj të qartë. Me këtë rast, dëshmitarja deklaroi se inteligjenca artificiale nuk mund ta zëvendësoj transkriptuesin njerëzor. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk mund të zëvendësoj as pak transkriptuesit njerëzor, aspektin njerëzor. Më pas, avokatja ish presidentit Thaçi pyeti se pse bëri një mjet të tillë, ekspertja e lingvistikës forenzike Helen Fraser deklaroi se donte të krijonte një ide se sa informacion kishte të disponueshme nga lart poshtë. Dobia ishte që incizimi i inteligjencës artificiale mund ta transkriptonte audion e qartë dhe ta përkthente, më dha dhe përkthimin, gati identik me materialin që ishin transkriptuar personat. Por nga ana tjetër, audio në këtë rast nuk arriti ta transkriptonte. E bëri lëmsh.
Më pas, mbrojtja e Thaqit paraqiti një email që kishte shkëmbyer mbrojtja ish presidentit me një përkthyes në shqip, të cilit i ishte kërkuar të transkriptonte 2 audio të përforcuara të vizitës së Hajredin Kuqit në qendrën e paraburgimit dhe të cilën e krahasoi me transkriptimin e ZPS-s. Unë nuk e di nëse zoti Reqisa do të ishte pjesë e kategorive të personave që unë përmenda më herët, të personave që ka demonstruar aftësinë e deshifrimit të audiove të padëgjueshme. Megjithatë, në vija të përgjithshme, kjo është në përputhje me atë që thash më herët. Kur thash se mund të shohim që përgatitja e një transkriptit të këtij materiali mbështetet shumë në informacionin nga lart poshtë, informacionin që besoj zoti Reqica nuk e ka pasur. Ky është një skenar i njohur. Seancën e sotme, 3 të akuzuarit ish presidenti Hashim Thaqi, Bashkim Smakaj dhe Hajredin Kuqi e ndjekën përmes videolidhjes. Në këtë rast gjyqësor nën akuzën për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë janë ish presidenti Hashim Thaqi, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Kilaj dhe Hajredin Kuqi. Ndërkohë, dhomat e specializuara i kanë quajtur të pasakta disa nga interpretimet e raportit Komitetit të Drejtave të Njerëzit të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit, i cili u bë me kërkesë të zyres së avokatit të popullit të Kosovës. Në një reagim të publikuar sot në faqen zyrtare, thuhet se në raport nuk është konstatuar se ndonjë prej vendimeve të gjykatës së dhomave të specializuara ka shkelur të drejtat e njerëzit të akuzuarve. Po ashtu raporti nuk arrin në përfundimin se jurisprudenca e dhomave të specializuara shkel apo bie ndesh me jurisprudencën e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit. Në raportin e Komitetit të Drejtave të Njerëzit të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit, gjithashtu nuk konstatohet asnjë shkelje e konventave të drejtave të njerëzit në vendimet në lidhje me paraburgimin. Para më shumë se një javë, avokati i popullit Naim Qelaj ka prezantuar raportin preliminar të organizatës Komitetit të Drejtave të Njerëzit të dhomave të avokatëve të Anglisë dhe Walesit, lidhur me funksionimin e dhomave të specializuara në Hag. Sipas Qelaj, ky raport ka konstatuar shqetësime serioze. Qelaj ka thënë se mes tjerash dokumenti konstaton se mandati i specialës ka pasur devijim nga qëllimi fillestar. Raporti është hartuar nga Komiteti i të Drejtave të Njerëzit të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, ku janë angazhuar ekspert britanik me kërkesën e institucionit të avokatit të popullit pas shqetësimeve për mosrespektim të standardeve për të drejtat e njerëzit. Në reagimin e publikuar, thuhet se dhomat e specializuara të Kosovës janë institucion gjyqësor i pavarur dhe sipas tyre, as avokati i popullit i Kosovës, as Komiteti të Drejtave të Njerëzit i dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit nuk e kanë të drejtën e paraqitjes së parashtrimeve në dhomat e specializuara. Dhomat e specializuara tutje vlerësojnë se disa interpretime të raportit të Komitetit të Drejtave të Njerëzit të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit, të bëra nga avokati i popullit i Kosovës, janë në mospërputhje me raportin, nuk pasqyrojnë sakt përmbajtjen dhe përfundimet e raportit dhe rrjedhimisht krijojnë një imazh të rrem të dhomave të specializuara. Gjithashtu thuhet se është vërejtur se një numër aspektesh të ngritura nga avokati i popullit i Kosovës, të diskutuara në raportin e Komitetit të Drejtave të Njerëzit të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit, janë kryesisht përsëritje e argumenteve të paraqitura nga mbrojtja para gjykatës së dhomave të specializuara. Nga ana tjetër, sipas tyre, raporti nuk pasqyron në mënyrë të njëjtë argumentet gjetse të paraqitura nga prokuroria apo nga mbrojtja e viktimave. Veçanti në raportin e Komitetit të Drejtave të Njerëzit të dhomës së avokatëve të Anglisë dhe Walesit, pranohet se të akuzuarit në dhomat e specializuara ka në dispozicion mjete juridike dhe se një numër aspektesh janë aktualisht objekt i kontestimeve juridike dhe mund të rishikohen në apel.
Objekti i ri i klinikës emergjente në kuadër të QKUK-s i nisur që në vitin 2016 ka mbetur në stadin e punëve të vrazhdëta. Hapësira e cila prej vitesh është shfrytzuar për parking veturash dhe deponim veturinash, pritet që më në fund të jetë sërish kantier ndërtimi. Ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia ka deklaruar se punimet për këtë projekt do të nisin së shpejti. Sipas tij, brenda 30 ditësh, Kosova do të ketë klinikë emergjente moderne me të gjitha shërbimet e nevojshme. Për secilin projekt infrastrukturor është caktimi i mbikëqyrësve, caktimi i disa procedurave të tjera që janë si të domosdoshme, jo të nevojshme, po të domosdoshme si procedura para se me fillu puna fizike në teren. Unë pres që këto do të përfundojnë jashtëzakonisht shpejt dhe pres që çështje javësh që do të filloj edhe do të mbaroj ashtu siç kemi thënë për 30 muaj. Qendra klinike universitare do ta ketë qendrën klinikën emergjente jashtëzakonisht moderne me të gjitha shërbimet emergjente aty brenda. Për nevojën e hapësirave të reja për shërbimet emergjente ka folur edhe drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Naser Syla. Sipas tij, vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 100.000 pacient kanë marrë trajtim në këtë klinikë, e cila funksionon në një hapësirë prej vetëm 530 metra shkatror. Domthon, janë ndruar sa qeverie, sa ministra të Ministrisë së Shëndetësisë edhe këto, edhe një qendër emergjente ndashtruj e moderuar, ndashtruj që i plotson kushtet edhe kriteret për një trajtim të numrit kaq të madh pacientëve deri që tash i ka munguar. Qendra emergjente që shosh tash funksionon veç në 503 metra katror. E në çdo 503 metra katror, veç vitin e kaluar janë trajtuar 103.870 pacientë. Kurse veç në 3 mujorin e parë, këtij viti janë trajtu 28.021 pacient. Specialisti i mjekësisë emergjente Syla ka deklaruar se hapësirat e reja të emergjencës pranë QKUK-s do të plotësojnë kushtet për trajtimin emergjent të çdo pacienti. Është e pajisme, e furnizuar edhe e dizajnuar në atë mënyrë që të plotësoj gjitha kriteret edhe nevojat për trajtimin emergjent çdo pacienti, si me salla, si me aparaturë, si me gjithato. Kryetari i Shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë, Besim Kodra, konsideron se ndërtimi i klinikës së re emergjente është nevojë urgjente dhe projekti i cili po zvarritet prej vitesh duhet të përfundojë sa më shpejt në mënyrë që pacientët të kenë qasje në shërbime më cilësore dhe më të sigurta. Gjendja në cilën funksionon emergjenca aktualisht është jashtë çdo standardi për shkak se ka një fluks shumë të madh të pacientëve, në anën tjetër kapaciteti i hapësirave dhe resurseve humane që punojnë aty janë jashtëzakonisht kufizuar. Ne kemi nevojë për një klinikë emergjente, që kemi thënë edhe më herët, edhe kjo duhet më bëj sa më shpejt. Objekti që ka nisë shumë herët e që po zvarritet edhe aktualisht, mendoj se do duhet zgjidhej sa më shpejt në mënyrë që të jetë funksional dhe pacientët mund të qasen atij objekti. Objekti i ri i emergjencës në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur në vitin 2016 me një kosto prej 8 milion eurosh. Juve që në ndosë që t'ju falenderojmë për vëmendje dhe ju akujtojmë portalin tonë RTV21.tv. Mirëmbëngjes.